U rikthyem sërish në studio në pjesën e dytë të emisioni, ku kësaj radhe gjithmonë kemi të ftuarit tanë special. Po para se të ju prezentoj me të ftuarin tim special sot, unë do lexoj një pjesë të historikut se për çfarë konkretisht bëhet fjalë dhe ndoshta ju nëpërmjet kësaj historiku do e kuptoni se për çfarë do të flasim dhe kush është i ftuari im sot në emisionin ton Ritmi i ditës. Shoqëria Kulturore Artistike Shqiptare Gjeladin Zeqiri nga Tetova, me rënë që nga viti 1936 dhe themeluar zyrtarisht në prill të vitit 1949, përfaqëson një ndër institucionet më të rëndësishme të ruajtjes dhe promovimit të kulturës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, e emërtuar sipas dëshmorit tetovar Gjeladin Zeqiri. Kjo shoqëri u bë vatër e artit, edukimit kulturor dhe të rinisë shqiptare, duke zhvilluar aktivitete në fushën e këngës, vallës, teatrit, poezisë dhe muzikës. Në dekada të ndryshme, shoqëria ka marrë pjesë në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Kroaci, Turqi, Gjermani, Belgjik e në vende tjera, duke fituar çmime dhe mirënjohje dhe duke u shndruar në ambasadore të kulturës shqiptare. Ajo luajti një rol të rëndësishëm edhe në kohë sfida shoqërore politike, sidomos gjatë viteve 90 dhe krizës së Kosovës, duke u bërë mbështetje morale për komunitetin. Në 75 vitet e saj të ekzistencës, Shoqata Kulturore Shqiptare Gjeladin Zeqiri ka kontribuar jo vetëm në ruajtjen e traditës, por edhe në zhvillimin e saj, duke përfshirë artistë të rinj profesional dhe duke siguruar vazhdimsi brezash. Nga kjo shoqëri ka dalë emra të njohur të artit shqiptar, si Elita 5, Margaritarët, grupi Grave të Uta e shumë të tjera. Sot Gjeladin Zeqiri mbetet simboli i identitetit, kulturës dhe krenarisë shqiptare në Tetovë dhe më gjerë, duke vazhduar të jetë një urë lidhëse mes traditës dhe së ardhmës. Dhe pikërisht me mua sot në studio kemi Blerim Islamin, drejtor i Shoqatës Kulturore Artistike Gjeladin Zeqiri. Mirë se erdhët edhe një herë në emisionin e Ritmi i ditës. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën që na keni bërë. Unë sadopak shikuesit i njoftova me këtë, domethënë me historikun e këtij ansambli, po të flasim me gjërësisht me juaj. E cekëm në fillim që ekziston që nga viti 1936. Çfarë do thotë ky trashëgimi gati një shekull pothuajse? Si ka arritur ta ruaj vazhdimsinë ndër vite? Të flasësh për shoqërinë Gjeladin Zeqiri është më shumë se privilegj, për shkak se në aspektin e historisë ka shumë çka për të thënë. Domethënë fillesat e para i kanë në vitin 1936 në shoqatën lëvizjen ilegale Besa, në të cilën kanë bërë disa aktivitete intelektuale e asaj kohe. Në vitin 49 regjistrohen edhe zyrtarisht nëpërmjet dokumentacionit si shoqëri kulturore artistike shqiptare. Dhe që nga ai vit kanë filluar aktivitetet. Është një periudhë shumë e gjatë me të cilën kanë vepruar shoqëria kulturore artistike në shumë dimensione, jo vetëm në aspektin të këngëve dhe vallëve, po domethënë multidimensional është veprimtaria e shoqërisë Gjeladin Zeqiri. Është e vështirë për këtë periudhë, ka pas sfidat e saj, ka pas sakrificat, zbaticat si çdo institucion tjetër në Maqedoni, veçanërisht shqiptare, mirë po ka mbijetuar deri tani falë vullnetit, dëshirës së njerëzve entuziast dhe vullnetarizmit të madh të njerëzve, për shkak se në Gjeladin Zeqiri nuk ka pas vetëm seksioni i këngëve dhe vallëve, aty ka pas edhe seksioni i dramës, aty bile edhe seksioni i shahut, edhe shumë seksione të ndryshme të cilat janë inkorporuar në kuadër të kësaj shoqërie. Domethënë nuk ka qenë vetëm kultura në këtë pjesë, kanë qenë edhe vatër kulturore. Vatër kulturore. Si ka evoluar shoqata nga themelimi deri në ditët e sotshme? Çfarë ka ndryshuar dhe çfarë keni ruajtur? Po tani një kronologji të shkurtër për hir të minutazhit të tuaj, vetëm mund ta theksojmë sepse shoqëria Gjeladin Zeqiri ka pas fillesat e saj me aktivitete, kemi dokumentacione të plota me të cilat e thekson në mënyrë shumë të përpikt, sepse kanë mbajtur dokumentacione dhe janë regjistruar çdo gjë,
numrin e antarëve dhe aktiviteteve që kanë mbajtur. 10 vitet e para, 49-59, kemi një kronologji të jashtëzakonshme, të cilët të parët tanë kanë mbajtur të regjistruar edhe emrat, edhe aktivitetet, bile edhe numrin e spektatorëve në të cilët kanë marrë pjesë në shoqërinë. Dhe të gjitha koncertet që i kanë mbajtur emisionet të radiot, në radio-televizione dhe revistat. Kështu që 10 vitet e para ka qenë entuziazmi i madh. Pastaj nëse ndajmë në dekada, dhe që vjetori i dytë ka qenë edhe ajo gjithashtu aktive, mirë po me rënje të dukshme në disa pjesë. Vinë vitet 80 me të cilat vitet 80 ka pas një ngritje jashtëzakonisht të madhe, vitin 80 dhe një turne që bëhet në Shqipëri, në atë kohë ishte e mbyllur Shqipëria. Në vitin 80 shkojnë të gjithë shoqëria bashkë me disa artistë të tjerë, po kryesisht të Xheladin Zeqirit, shkojnë një turne një javore në Shqipëri. Dhe pas asaj vjen një rënje sepse ka diferencime politike të antarëve që kanë marrë pjesë në koncertet nëpër Shqipëri. Dhe aty është bërë një degradim i shoqërisë, mirë po nuk është ndaluar puna, është ndaluar përkohësisht derisa kanë bërë ndrimin e vetë kuadrove, personave të imponuar në shoqëri, mirë po ajo ka qenë e përkohshme, domethënë me afat një vit di edhe është rrimë këmbur shoqëria. Po normal që ka stagnuar dhe në vitet 90 fillon ajo rigjallërimi, 91, 92 dhe që atëherë jam unë antar i shoqërisë Xheladin Zeqiri, njëherë si instrumentist, pastaj edhe vazhdojmë edhe në kuadër të shoqërisë, edhe si antar kryesie dhe tani si drejtues. Domethënë ka pas rënje, ngritjet, po nga viti 91-92 kemi aktivizuar edhe koreograf nga Shqipëria, zotri Femi Shaqirin dhe shumë koreograf të tjerë, të cilët i kanë dhënë një shtytje jashtëzakonisht të madhe dhe ne ende i përpunojmë dhe i risillim në skenë vallet e të madhit koreografit Femi Shaqiri. Dhe besoni këto vitet e fundit nuk kemi të ndalur. Nuk kemi të ndalur, po se një herë kujtojmë sepse çdo herë mendojmë me shokët sepse ky nivel i arritur duhet të mbahet. Një pikërisht, jo, një punë duhet të mbahet, sidomos kur jeni në maje të suksesit. Të kthehemi tek viti që lan pas, vitin 2025. Cilit kanë qenë aktivitetet më të rëndësishme dhe më të suksesshme të shoqatës gjatë kësaj periudhe? Unë do kisha theksuar 2024 në vitin, për shkak se aty kemi pas 75 vjetorin. Këtë vit 2025 ishim 76 vjetorin e themelimit në dokumentacion, domethënë, të ekzistimit të shoqërisë. 2025 ka qenë shumë e ngarkuar, së paku dikundi fillova ti llogariti, ti numëroj dhe ti shënoj, dalin dikundi mbi 50 aktivitete, 30 janë aktivitete shumë të rëndësishme, si për shembull festivalin në Prizren, ku edhe u dalluam aty orkestri më i mirë, u shpërblem edhe rapsodi më i mirë. Pastaj festivalin ndërkombëtar në Republikën Çeke në Plzen, edhe që një javë ditë kemi qenë një aktivitet i jashtëzakonshëm me shoqëri të ndryshme të tjera dhe kjo është e mira e gjithë kësaj sepse të gjithë antarët tonë bashkohen me një kulturë të përbashkët e cila një gjuhë të përbashkët që ka emrin muzikë. Domethënë nuk bëjmë dallime as nacionaliteti, as gjuhë, as kurrë, të gjithë mlidhen për një qëllim dhe një dëshirë të vetëm. Pastaj kemi festivalin Këngë Ho që mbahet në Strug, pjesëmarrje dhe aty u shpërblem gjithashtu për orkestrin e dalluar, festivalin Rudina Fest, të cila mbahet në Gostivar dhe Tetov, pjesëmarrje, edhe ajo festival është ndërkombëtar. Vjeshta filloi, mendova se do të ketë më pak aktivitete. Përkundrazi Vjeshta filloi me shumë më shumë aktivitete. Njëherë festivalin i këngës vjetër qytetare, ku ishim edhe një pjesëmarrës, festivali Teuta, cila mbahet rregullisht për çdo vit në Tetov. Pastaj filloi një edicion Albanian Good Talent, e cila grupi Grave Teuta mori pjesë dhe eci në disa etapa, tani jemi në fazën finale. Bashkë me grupin e Grave, ne jemi mbështetje dhe janë të inkorporuara në kuadër të shoqërisë Xheladin Zeqiri.
Pastaj ishim tash në dhjetor ishim edhe të televizionit Top Channel në Gurën Popullore, të cilën e shfaqem një mozaik të bukur kulturor nga Tetova, Pollogu, Rethina, të cilën mendoj se e përfaqësojmë të gjithë shqiptarin, po kryesisht bazohemi sepse kërkonin diçka nga Gura jonë popullore, në cilën kultivohet edhe kënga, tradita, vallja në Tetovë dhe Rethin, dhe ne e sollëm ato. Nde vazhdojmë. Nuk keni të ndalur. Çfarë ju motivon që të vazhdoni kështu? Suksesi, puna, ndoshta edhe të themi dëshira? Dëshira e madhe. Puna vullnetare, për mos u kultura dhe tradita shqiptare? Kur shohim të rinjt se na afrohen dhe ato dëshirojnë që edhe ato të vazhdojnë një këngë e shohin të bukur që nuk e kanë dëgjuar dikun tjetër dhe tentojnë ta mësojnë dhe ta emitojnë dhe ne bëjmë një farë lidhje zinxhiri sepse jam në shkollë të muzikës si pedagog dhe aty nxënësit që kanë dëshirë dhe kanë aktivitet dhe kanë prirje, të gjithë ato nxënësit e talentuar i tërheqim në shoqërinë Xheladin Zeqiri sepse të gjithë muzicianët kanë nevojë të dalin në skenë. Dhe kjo është pikërisht momenti kur ato ju vije koha edhe momenti për të shfaqur në skenë dhe t'i tregojnë vlerat e tyre. Sado që të jesh i talentuar, po nuk t'ju dha mundësia për të dalë në skenë dhe të përfermosh, ti gati je i barabartë me hiç, me zero. Sa është interesimi të rinjëve? Të themi për të në këtë pjesën, në rritjen për kulturë, të themi të futen në kulturë, të hynë në këtë pjesën e tradicionale që mos ta humbin? Nëse dikush ka kriza se nuk kanë antar, ne përkundrazi kemi shumë antar. Ju krizën e keni që keni shumë antar? Kemi shumë antar dhe s'kemi ku t'i sistemojmë, kjo është problemi. Ju e keni këtë problem? Kemi hapësirën e kemi të kufizuar në kuadër të Pallatit të Kulturës për ndryshe interesim të valltarët e ri, të nxënësit të cilët dëshirojnë të mësojnë di hapat nga tradita jonë popullore e bukur dhe nga kënga e bukur, interesimi është jashtëzakonisht i madh. T'ju them që ka mbi 200 antar të ri që gravitojnë në kuadër të shoqërisë Xheladin Zeqiri, ndoshta do t'ju duket një shifër pak e habitshme. Përveç asaj që kemi gjenerata që kanë kaluar në Xheladin Zeqiri, që kjo është si një lloj dëshire e pashmangshme, sado që mund të pauzojnë një vit ose di dhe kur ta shohësh pas një periudhe do të afrohen dhe sa herë na thuan profesor jam këtu, mos na harroni edhe neve, të na thirrni përsëri, sepse kanë dëshirë që edhe ato që të bashkohen me gjeneratat e reja dhe normal kjo e mire e përgjithshme sepse puna vullnetare na mban që ta vazhdojmë traditën tonë shqiptare. Ndoshta dhe interesimi kaq i madh i të rinjëve ju shtyn që të vazhdoni të merrni pjesë në për koncerte, në për gjëra të ndryshme. Ju e potencuat edhe korin e grave te Uta, që janë bërë disa zonja, të themi kryefjala, gjithandej. Nuk ju kanë bërë vetëm juve krenare në qytetin e Tetovës, po gjithë neve shqiptarve kudo, qoftë në Maqedoni, por edhe në troje tjera shqiptare. Të flasim si lindi ideja për këtë pjesëmarrje që të jenë disa zonja me plot kuptimin e fjalës e potencova, që të marrim pjesë në këtë show, të themi në këtë Top Albania Talents. T'ju tregojmë drejtën, nuk ishte se kishim ndonjë qëllim, sepse grupi Grave të Uta ekziston nga viti 2005, 2007 ka regjistrimin, është regjistruar dhe festivali i përvitshëm është mbajtur në Tetovë, këngët vjetra qytetare. Vitet e para mbaj mend ka qenë edhe Lyra e Shkupit dhe shumë ansamble të tjera nga Korça, nga disa grupe të tjera, kore të ndryshme të përzjera, të cilat kanë marrë pjesë. Dhe në vazhdimsi kemi mbajtur një traditë të këngës qytetare. Keni edhe në arhivat e televizionit tuaj. Disa vite kishte një pauzë edhe tek grupi Grave, edhe te mënyra e organizimit, mirë po ishte periudhë kalimtare, 2 vite, 3 vite. Pastaj rifilluam me energji të reja dhe vazhduam edhe më të qe. Tash, nëse më pyetni për Albanian Got Talent, ishte një përvojë shumë e bukur, si nga antarët, si edhe nga ne, edhe nga shoqëria jonë dhe orkestri ynë që ka qenë pjesë e pashmangshme. Ideja rastësisht ka lindur, sepse atë formati është i tillë që kërkojnë talent të ri. Ne me hezitim pak në fillim, sepse të marrim pjesë apo jo? Janë zonjat që këndojnë rregullisht në Tetovë, gjithandej kemi pasur koncerte në Dibër edhe
gostivar, edhe atë marrin pjesë apo jo. Mirë po, erdhë një moment që ato kur e kuptuan, erdhën në Tetov dhe kërkoshin talenta. Dhe një ndër ato që është edhe finalist tani, është një klarinetist Erdenaj, është nxënës i shkollës tonë dhe antari i Gjeladin Zeqirit. Dhe ato morën pjesë disa prej antarëve tonë dhe kaluan disa faza. Mirë po, normal se nuk do të shkojnë krejt në finale, zonjat morën pjesë me disa pika, po u bon një atrakcion i vërtet për gjithë shqiptarët dhe ato fituan zemrat e gjithë publikut shqiptar në Shqipëri dhe mbar vendin tonë dhe ne krenohemi, jo vetëm ne si shoqëri, si tre, po besoj që krejt shqiptaria. Dhe duke kaluar fazat dhe ne bashkë me shokët duke parë se kërkohet një show. Dhe mbasi kërkohet show, dim edhe ata ta bëjnë. Dhe e keni vërtetuar. E ofruam një show të tillë. Tani, sonte do të emitohet edhe faza finale, me cilët kemi bërë një bashkim të folklorit, me instrumentist, të gjithë jemi ne së bashku deri në rock muzik, me cilët u befasuan edhe vetë juria, nuk e kishim prit në gjë të tillë dhe komentet janë nga më pozitive, nga të gjithë antarët e komisionit janë aty dhe bile Adelina Ismaili përmendën që duhet marrim shembull në Shqipëri, në Kosovë, se si mund të organizohet një grup i tillë dhe të jetë i suksesshëm. Janë zonja shumë të nderuara me profesione të ndryshme, disa janë në pension, që kanë dëshirë dhe vullnet të madh të punojnë dhe pse jo ne jemi aty që ju ndihmojmë dhe jemi bashkërisht që të ecim përpara. Kemi vullnetin, kemi edhe suksesin, kështu që e keni pritur këtë sukses nga grupi i korit të Teutës? Ne kemi punuar në mënyrë permanente, edhe grupi Teuta. Gjithmonë kemi repertuar ndoshta mbi 50 këngë që gjithmonë i ripërtrim. Mirë po, për një sukses të tillë, ndonjëherë të vinë edhe si shpërblimi asaj punës që është bërë disa vite më parë, edhe kjo na erdhi në atë mënyrë. Mirë po, kemi punuar fort, që t'rregojmë drejtën se edhe tani në kohë Acari e Dimri, ne kemi punuar në kushte jo të mira, i keni pa ndoshta pak edhe skenat, sepse aq janë kushtet, po ne nuk jemi ndalur. Gjithmonë kemi gjetur një mënyrë për të ushtruar, për të vepruar, për të punuar dhe për të punuar bashkë me shokët edhe me zërat e zonjave që dalin sa më mirë në skenë. Që mos të ashtu ne kemi parë se ky grup na ka bërë krenar gjithandej, kështu që edhe ne në Maqedoni ndemi krenar. A ju ndryshoi kjo pjesëmarrje imazhin dhe vëmendjen ndaj shoqërisë? Sigurisht që po. E kishim vëmendjen të televizioneve, ju keni në arhivat tuaja ku kemi qenë pjesëmarrës unë dhe kryetarët para meje, po jo deri në këtë nivel. Ta shkon në fundit interesimi është gjithnjë më i madh nga televizionet, nga vinë na incizojnë edhe na xhirojnë edhe atje ku jemi, ku veprojmë, që t'i shohin edhe vetë kushtet se në çfarë kushte, çfarë prodhimi del. Faktikisht çfarë grupi i mirë në çfarë kushte ka punuar edhe para asaj kohe. Interesimi është gjithnjë më i madh dhe tani kemi ftesë edhe për në Turqi, shpresojmë që në pranverë do të realizojmë një disa koncerte nga disa shok tanë dhe kanë disa grupe të koreve të përzira që mendojmë ta bëjmë një mix ose një ndarje e koncertit në një Laramani. Ato kanë shumë dëshirë të ndëgjojnë këngën tonë të vjetër qytetare. Kjo është shumë mirë, sepse e ruajnë edhe ato, tentojnë ta ruajnë traditën dhe do të jemi misafir, shpresojmë në Stamboll dhe në bursat të Turqisë. Pse jo, domethënë edhe atje ka shumë shqiptar të cilët e duan këngën shqipe. Mund të na thoni se a ka sjell kjo derë grupi Kori Teuta për bashkëpunime të reja, ftesa, të themi projekte të ndryshme? Njëherë së pari këto investuam, ne bashkërisht investuam me një këngë që u bë himni i vetë Korit të Grave, që ekziston edhe në YouTube e kemi. Falënderimi shkon te shoku im dhe Nexhat Mujovi, Virusi, cili me dëshirë më të madhe dhe ai dëshiroi që t'ju bëj një këngë të mirë. Besoj që nuk do ndaloj këtu, do të vazhdoj edhe më të qe, sepse ka në plan edhe disa këngë të tjera të realizojmë në studion e tij. Pastaj u bë edhe si videoklip. Videoklipi e boni punën e vete, sepse diçka që bëhet profesionale dhe ngelet, diçka sepse ato ad hoc që bëhen ose ngelin ose fshihen,
nga haresa ose nga kujtimet ose nga memoria, kështu që kur bëhet diçka profesionale edhe ngelen pa afatgjate edhe brezave të tjerë që do të vinë, se sigurisht ndrohen me kalimin e kohës brez. Jam i sigurt që është bërë një punë e mrekullueshme dhe ofertat nuk kanë ndaluar. Kemi shumë oferta, patëm tani, mirë po nuk mundëm ta realizojmë nga kori Nexhmie Pagarusha të Prishtinës, kishin një eveniment të fund vitit, mirë po nuk mundëm të marrim pjesë për shkaqe objektive, sepse kishim përgatitje për në Tiranë dhe ofertat të tjera të ndryshme, shumë, po tani edhe ne kemi filluar të zgjedhim sepse nga pamundësia fizike nuk mund të marrësh pjesë gjithkundi, kështu që e shohim aty ku mundim të marrim pjesë dhe zakonisht i kërkojmë vendet e reja ku s'kemi qenë, ndonjëherë të shfaqemi kulturën, sepse aty kemi edhe këngë të Pologut që bëhet mix në kor të grupi grave dhe i japim një frymë pak më të re, që kjo është interesante ku e bëhet pyetjen më herët si të ri të afrohen, dëshirojnë edhe ato që diçka t'ju japim që ato e kërkojnë. Si mënyrën se si bëhet një stilizim i këngës ose korit të cilët bëhen, që përveshje muzikal të rive mos jetë demode, diçka e vjetër, po t'jetë diçka e bukur dhe ta afrojnë shumë më afër, ta marrin afër vetes. Në trend me kohën. Sigurisht. Mund të na thoni se kjo përveç tyre gjërave, çka do të mbani mend nga kjo eksperiencë? Çka do veçoni në këtë rrugtim të korit e kisha fjalën? Të korit. Kori grave të uta, se është bërë gjithandej, mund të themi, ky kori grave të uta, mund të themi gjithandej është, gjithkund dëgjohen. E vërtet është. Tani në 2 raundet e para, derisa shkuam në finale, atove që keni pa. Sonte do ta shihni edhe finalen, po besoj që kjo do të bëhet ende më virale. Ato janë fituese morale të gjithë zonjat që kanë marrë pjesë bashkë me ne. Sepse të mrish deri në finale, diçka që ekzekutohet për herë të parë dhe live të gjitha ekzekutohet, nuk ka kthim pas. Vetëm një herë ekzekutohet 5-6 minuta, nuk është e lehtë dhe të jetë të gjithë e saktë, të gjithë në kohë. Dhe për ne ka qenë besoni, po edhe për zonjat e grupit grave të uta, ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme, e vështirë në sakrifica, në punë, po kështu kur i shohësh rezultatet dhe shohësh se gjithandej edhe shpërndahet, edhe videot, edhe fjalë të mira, beson se mbushesh me një entuziazëm, njëjtën ndjenjë kanë edhe zonjat që i motivon që mos ndalen. Sa bëjmë një thirrje, qoftë edhe për një mbledhje kështu të përgjithshme që do të bëjmë një manifestim kështu, të gjitha i ke në kohë dhe të gjitha i ke në kohë të përpik dhe janë të gjitha deri në fund. Janë të sakta. Kështu që janë të sakta, kështu që është një përvojë jashtëzakonshme në Tiranë dhe Albanian Got Talent mendoj se ka një shfaqur edhe një dritare plus, mendoj se do të jetë dritare e ndritshme për të ecur përpara si kor dhe si grup në përgjithësi, sepse fundja duhet të respektohet përveç moshës edhe disiplina e tyre dhe këngët e vjetra të cilat thash duhet të kultivohen që t'ju referohen kohë pas kohë edhe të rinjve që t'i ndëgjojnë. Sepse ne në aspektin psikologjik, sa do që nuk e duash diçka, nëse shumë herë të referohet në sy dhe në vesh, ti domosdoshmërisht një ditë do ta përqafosh dhe do ta duash dhe do të fillosh ta kërkosh ta ndëgjosh. Pikërisht, të kthehemi pak tek sfidat më të mëdha gjatë aktivitetit, sa është e vështirë të themi të bëhet edhe ajo pjesa e financimit, finansat, organizimit, hapësirat kulturore. To janë një ndër sfidat që mund të them shumë shoqëri, ansambël e kanë këtë problem. Ju si ja dilni me këtë pjesë? Është e vërtet, kjo sfidë e përgjithshme e të gjitha shoqërive amatore, po besoj se e përhershme, e pashmangshme. Nuk kemi një donator që është donator, sponsor general të cilit do të jetë afër nesh dhe do të na thotë që ju nuk keni nevojë të mërziteni për asgjë, për aspektin financiar, që ju vetëm shihni aspektin artistik dhe punët të cilët duhet të shfaqeni. Nuk kemi një gjë të tillë. Ne punojmë në bazë të projekteve që i kërkojmë nëpërmjet Ministrisë së Kulturës dhe jepen 2 deri 3 projekte, maksimalisht me një shumë her pak më të madhe, her pak më të vogël, po që aty rrotullohet, domethënë mund t'i bësh 1-2 aktivitete solide.
a ne bëjmë gati mbi 50 aktivitete vjetore, po fal asaj edhe afaristëve tetovar të cilët kanë filluar të hapin zemrën dhe gjithmonë e kanë mirëmbajtur shoqërinë Gjerardin Zeqiri, po tani edhe me grupin e grave ende më shumë dhe nuk harrojmë ta potencojmë te kryetarët e komunave, veçanërisht tani kryetari i komunës së Tetovës, zotri Bilal Kasami, na ka ndihmuar rregullisht në aspektin e transporteve, organizimeve të ndryshme, po gjithsesi që ende ne jemi embleme të Tetovës dhe gjithçka që rrotullohet në Tetov nuk ka mundësi të anashkalohet shoqëria Gjerardin Zeqiri, sepse ajo i jep aspektin artistik dhe aspektin shpirtëror të një shoqërie. Çfarëdo lloj takimi, ishim në 80 vjetorin e bibliotekës së Tetovës, gjithsesi që ishim ne pjesëmarrës aty. Ishte më herët mysafir tek ne Ismail Katareja me zonjën, ne ishim gjithsesi një program artistik e përgatitëm. Kështu që pjesë e pashmangshme e aktiviteteve kulturore në Tetov. Falë afaristëve, komunës së Tetovës dhe ministria. Kjo është ai relacioni në të cilën ne funksionojmë. A është e mjaftueshme? Nuk është e mjaftueshme. Gjithmonë ka nevojë, sepse jo vetëm aspekti kështu mbështetës, po duhet edhe aspekti material, të cilën vetëm ti organizosh gjithë këta persona, edhe thëmë sa herë edhe nga një gotë ujë ta blejsh është shumë, e lënë më veshjet të cilat gjithnjë më shumë kushtojnë, mirëmbajtja e tyre, instrumenteve, kemi nevojë gjithmonë për riparime të ndryshme dhe ka nevojë, po unë shpresoj që afaristët dhe njerëzit dashamirës të kulturës nuk do të hezitojnë që të ndihmojnë shoqërinë Gjerardin Zeqiri dhe të gjithë shoqëritë tjera amatore që gravitojnë, që janë miqtanë në Shkup, në Tetov, në Gostivar e gjithandej. Çfarë duhen të kemë parasysh institucionet përkatëse të vendit për t'ju dalë në ndihmë apo për t'ju mbështetur sidomos aktivitetet kulturore? Njëherë puna e parë është aspekti material. Përveç asaj, aspekti i përkrahjes morale, aspekti i ndihmesave të transportit, sepse ne kemi gjithandej lëvizje. Dhe më thënë, gjdo thirrje, gjdo ftesë që bëhet, së pari mendohet transporti dhe jam gjithmonë në korelacion dhe bashkëpunim me komunën e Tetovës, që kërkojmë gjithmonë që të na plotësohet një transport i tillë. Sepse ishim në festivalin në Sicili para 2 viteve, nuk është e lehtë të shkoj deri atje një transport i thjeshtë, që kushton shumë. Kështu që thash, aspekti material që të rinovohen edhe veshjet. Shumë aspekte ka. Kush dëshiron të ndihmojë është i mirë se ardhur dhe ne kemi aspektin dhe kemi qasje dhe kemi bashkëpunim me të gjitha institucionet. Po edhe aspekti i hapësirës tani me këtë numër të antarëve gjithnjë më shumë në rritje, kemi nevojë edhe për hapësira, kemi nevojë për mirëmbajtjen e garderobës, që pak kushte kemi ku i mbam, jemi në kuadër të Pallatit të Kulturës në Tetov, që nuk mjafton një hapësirë dhe nuk është vetëm e jona si Gjerardin Zeqiri dhe grupi grave. Aty gravitojnë edhe shoqëritë të tjera, të cilët kemi me kohë të caktuar, me orar. Aspekti i nxemjes është problematike gjithmonë nëpër pallatet e kulturës. Domethënë ka shumë aspekte në të cilët duhet ndihmohet. Kush na është ofruar i ka pa edhe vështirësitë edhe sfidat që i kemi pas. Me çfarë përballemi dhe mendoj se kush ka dëshirë të ndihmojë e din vendin edhe e din mënyrën se si mund të drejtohet edhe të na ndihmojë. Atëherë të flasim pak edhe për këtë vit, cilët janë projektet e vitit 2026, çfarë presim nga kjo shoqëri këtë vit? Njëherë shpresoj që planet gjithmonë ne bëjmë gjithmonë plane për vitin që ka ardhur, që tash kemi hyrë vitin 2026. Mirë po, jo gjithmonë planet realizohen ashtu siç planifikohen, veçanërisht këtu tek ne. Për shkak se ne gjithmonë kemi lëvizje, e dini edhe ju si gazetari, ndiqni sepse ka lëvizje edhe në aspektin e ndrimeve të partive politike dhe të ndikojnë gjithçka këtu tek ne. Gjithsesi që ndikojnë. Sepse derisa kemi vendosur ne marrëdhënie të mira me Ministrinë e Kulturës, ministrat, kryetarët e komunave, tash vjen një periudhë që ndryshojnë dhe duhet që në fillim duhet të vejmë kontakte dhe të fitojmë një farë mënyrë edhe zemrat e tyre, që të tregojmë se ne kemi bërë shumë punë dhe vazhdojmë të bëjmë shumë punë
që kush dëshiron e din historikun dhe mund të shohet tani nëpërmjet emisioneve të ndryshme, po sfidat janë të mëdhaja, po ne kemi planifikuar që vitin që vjen spaku t'i përmbajemi që aty në shtyllave që i mbajmë si zakonisht. Njëherë kemi në Pranverë një koncert pranveror që i mbajmë si zakonisht në Pranverë të shoqërisë tonë, me antarët të ri dhe të vjetër. Pastaj marrim në 1 ose 2 festivale vjetore ndërkombëtare, të cilat mund të jenë, një vit kemi marrë pjesë në Francë, një vit në Zvicër, një vit në Sicili, domethënë Çeki ishte këtë vit që kaluam, në Bruxelles një vit, domethënë disa vite me radhë. Kështu që 2 festivale ndërkombëtare të këngëve dhe valleve, gjithsesi që do marrim pjesë. Edhe e bëjmë atë ndarjen që verës janë antarët kryesisht janë të angazhuar më tepër me punët e tyre, edhe private, edhe punojnë që pak edhe ato të mirëmbahen në aspektin material. Kështu që në verës e kemi ndërmend një festival ndërkombëtar, e kemi në plan në Republikën Çeke gjithsesi, ose do të shohim ndonjë festival tjetër. Në Vjeshtë pastaj Rudina Fest përsëri do të marrim pjesë. Në Vjeshtë gjithsesi që festivali Teuta do të mbahet, shpresojmë tash në periudha të ndryshme. Ndonjëherë mbahet në shtator, ndonjëherë në tetor, varësisht prej situatave të cilat janë, po një koncert vjeshtor gjithsesi me shoqëritë tonë, me antarët tonë dhe ndonjëherë marrim edhe misafir, të cilët i nderojmë dhe i respektojmë misafirët që të jenë nga Shkupi, nga Kostivari, kështu me radhë. Dhe besoj, nëse ne i planifikojmë 20 aktivitete, besoj se do bëhen 40 ose 50 aktivitete. Gjithsesi, më shumë se dalin diçka dhe të pa planifikuar, po ne jemi të gatshëm sepse gjatë gjithë kohës tani që në Pranverë fillojmë me valle të reja, me këngë të reja dhe kemi repertuare të cilët varësisht prej situatës dhe ku do të shfaqemi, ashtu edhe ne e përgatisim edhe programin. A mendoni se me gjitha këto aktivitetet që i organizoni, do të afrohen të themi të rinj, por edhe fëmijët të themi më afër, të jenë më afër traditave tona shqiptare për t'i mos i harruar? Reane, të tregoj drejtën, është një fakt shumë interesant që këtë mund të na e vërtetojnë të gjithë kolegët tanë që janë udhëheqës në shoqërinë kulturore artistike. Nëse antarët marrin pjesë në një festival ndërkombëtar, se të gjithë janë vullnetarë që vinë i bashkojnë shoqërisë tonë dhe ne i marrim në një festival ndërkombëtar dhe gërshetimi aty të gjitha kulturave, të gjithë pjesëmarrësve të grupeve të tjera dhe masin veten se deri ku jemi ne dhe ku janë të tjerët dhe një bashkëveprim i atyre, beson një herë një antar e ke në festival ndërkombëtar dhe nuk mund ta shmangish, po domosdoshmërisht ta largosh, nuk mund ta largosh nga shoqëria. Domethënë, është një farë ngjizje e vetë antarëve të cilët një herë janë pjesëmarrës në shoqëri dhe ngelen si një kujtesë, një memorie të bukur gjatë gjithë jetës. Çfarë ju bëni ju atyre që nuk duan të largohen? Po kjo është magjia e vetë shoqërisë kulturore artistike. Çfarë magjie ju përdorni atë? Nuk ka magji përveç bukurisë artistike, asgjë tjetër, sepse kostumi kombëtar kur veshet i hapen dyert kudo që të shkojmë në festivale ndërkombëtare. Dhe kjo është një krenari, sigurisht. Pikërisht. Për gjithë këndin. Dhe kur të hapen dyert edhe te kryetarët e komunave që asnjëherë si ke pa, domethënë aty është ai privilegji dhe ajo mundësia. Mund të na thoni se cili është mesazhi juaj të themi për publikun dhe sidomos për rinjin që shpesh edhe largohen të themi nga traditat kulturore shqiptare? Ju kisha thonë që gjithnjë më tepër të ndëgjon muzikë të mirë, popullore, muzikë të mirë folklorike, sepse gjithmonë të huajt nuk na çmojnë për ato që tentojmë të imitojmë ato në muzikën rock ose në muzikën jazz ose ku ta di çfarë. Ato gjithkush që dëshiron, ku shkon si turist, dëshiron ta shohë të vendi. Gjithmonë tentojë të provojë ushqimin vendas. Gjithmonë dëshiron ta ndëgjojë një instrument frymor, burimor të atij vendi. Një traditë e cila ka kaluar me shekuj. Nuk dëshirojnë ta shohin atë që Evropa na ka servuar diçka. Po ne duhet t'i tregojmë Evropës se jemi shumë të lashtë dhe se kemi tradita. Këtë e kemi biseduar me shumë koreograf,
të cilët janë habitur koreograf të huaj, habiten si është e mundur të gjithë shqiptar me një vend ku kemi marrë pjesë dhe ka shumë kolorit të veshjeve të ndryshme dhe tradite. Po kjo tregon lashtësinë e popullit tonë shqiptar. Çfarë do t'ju thoni atyre që mendojnë se kultura tradicionale është diçka e kaluar? Nuk është e kaluar. Kjo është që na ka mbajtur gjallë dhe na identifikon si popull dhe si vendas dhe si një popull i lashtë i këtij vendi. Kjo na bën krenar dhe kjo tregoj diçka shumë të vërtet që e shihni edhe ju. Filluam antarët edhe të gjithë shoqërive kulturore artistike të marrin pjesë në përdasma me veshje kombëtare, po që të shfaqin një 15 minutë ose gjysmëror. E menduam me antarët e kryesisë ta ndalojmë një gjë të tillë për shkak se nuk jemi për promocione në përdasmë. Pastaj, duke menduar, duke gjykuar më thellë, është shumë herë më mirë të dalin të shohin edhe të rinj që se kanë pa një veshje kombëtare, të vajzave dhe të djemve, ta shohin atë bukurinë e vet, madhështinë e veshjes kombëtare, ta shohin në skenë që mund mos ju bjerë rasti diku që është larg ose është të jetojnë në diasporë larg nga vendi, që nuk ju bie rasti për ditë. Këtu ne i shohim, i shihni ju në çarshi, e shihni gjithkundi, ka festivale të ndryshme, e shihni veshjen kombëtare. Jo gjithkush ka mundësi ta shohë një gjë. Dhe thash përparësia e kësaj është shumë herë më mirë sepse duhet ta përqafojnë, duhet ta shohin dhe duhet ta çmojnë një ditë të bukurinë dhe bëjnë xhirime, bëjnë fotografi të ndryshme dhe kjo pastaj i motivon edhe të rinj. Ju kisha thënë asnjëherë mos të largohen nga burimi, nga gura e vërtet popullore, e cila gjithmonë ka diçka për të treguar dhe na tregon lashtësinë dhe na tregon se sa jemi ne në hap me kohën. Fundja ajo është trashëguar, po ajo mund të modifikohet me bukurinë e kohës ku jetojmë tani. Zotëri Blerimi, në fund çfarë premtimi keni për publikun? Çfarë mund të presim ne? Jo vetëm për tetovarët, por edhe për ne këndej ka shkupianët të dalim. Sigurisht. Unë ju përgëzoj për punën që e bëni, unë ju falenderoj një herë dhe gjithsesi që i falenderoj edhe gjithë bashkëpunëtorët, se kemi shumë shokë dhe miq të shoqërive kulturore artistike që gravitojnë në Shkup dhe janë jashtëzakonisht të mirë. Unë i përshëndes të gjithë dhe ju them që ju duhet të sa më tepër t'u jepni hapësirë të gjitha shoqërive kulturore artistike, qofshin amatore, qofshin profesioniste që tani i kemi, po dëshiroj që t'ju jap një mesazh që gjithmonë të vazhdojnë me punën që bile edhe vitet e ardhshme të mundohen gjithnjë më shumë të punojnë, a ju të na jepni hapësirë, sepse publiciteti e ka shumë rëndësinë e madhe, aspekti mediatik na ndihmon jashtëzakonisht sepse kështu promovohet edhe ku thatë edhe të rinjt e përqafojnë më lehtë sepse do të shohin diçka të bukur në punën që e bëjmë dhe veprimtarinë punën tonë dhe tuaj. Ju faleminderit shumë, ne do t'jemi këtu çdo herë për ju dhe pse jo të vim edhe ndonjëherë t'ju vizitoj pikërisht në qytetin e Tetovës nga afër për të parë punën e juaj. Jeni të mirë se ardhur, urdhëror. Dhe kështu që ne ju urojmë sukses sot korit të grave të Uta që do t'jetë finalja. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit gjithsesi që nëse dëshironi do të bëjmë edhe një emision ku do t'i thirrim edhe zonjat që t'jenë edhe ato pjesëmarrëse këtu. Patjetër. Më tepër edhe vlerë edhe. Do ju kushtojmë një emision të veçantë atyre zonjave që na kanë bërë krenar, mund të themi lirshëm. Faleminderit se ju.